Nëse hani banane me stomakun bosh, ja çfarë sugjerojnë ekspertët. Nga të gjitha vaktet që konsumojmë në ditë, mëngjesi është më i rëndësishmi. Këshilla e ekspertëve thotë se në mëngjes duhet të hamës sikur të ishim mbretër dhe në sasinë e marrjes së ushqyesve të rëndësishëm. E megjithatë, këto këshilla shpesh bien në vesh të shurdhur falë stilit kaotik të jetës dhe jo vetëm. Në shumicën e rasteve njerëzit nuk kanë kohë të ulen në tavolinë dhe të hanë në mëngjes, ndaj mjaftohen me një banane. Ky frut është padyshim mirëbërës për organizmin dhe i vjen në ndihmë zemrës dhe trupit. Banania mirëmban tensionin, lufton depresionin, konstipacionin, urthin dhe ulçërën. Por në fakt, konsumi i saj me stomakun bosh mund të shkaktojë probleme. Ekspertët këshillojnë që bananen ta konsumoni menjëherë sapo të keni ngrënë diçka në mëngjes. Kështu do të evitoni komplikacionet që ajo mund të shkaktojë në shëndetin tuaj të retës, të cilat mund të krijojnë gjithashtu edhe bezdisë të mëdha gjatë ditës.